e ndërtimeve të reja dhe ritmit të shpejtë të jetës urbane në kryeqytetit që në këto 3 dekada është transformuar më shumë se çdo gjë tjetër, në disa qoshte të tij ekzistojnë ende lagjet e vjetra të Tiranës, me këto shtëpi karakteristike si dëshmi e së kaluarës. Pranë zonës së medreses në këtë rrugis me kaldrëm kanë mbetur edhe pak shtëpi të vjetra që të sjellin frymën e shekullit të kaluar. Naim Hambari jeton ende në banesë të trashëguar nga të parët e tij, ku ka njëtuar disa breza. Unë në të banesë kam 69 vite që banë këtu. Këtu ke lindur? Po, këtu kam lindur, dhe që këtu banë. Hambari është një prej fiseve që krijuar një shekull më parë atë që në kryeqytet të vjetër e kujtojnë ende si Mahalla e Dibranëve. Naimi kujton se gjyshi i tij erdhi nga Dibra në këtë lagje dhe ndërtoi shtëpinë që reziston ende. Gjyqi ka qenë në këto, që çote ka marrë me të madhe këtu në Tiranë dhe i çote në Dibër. Për Tiranën që pritet të parët e tij të larguar nga Dibra, 69 vjeçari ka ruajtur ndjenjën e mirënjohjes. Ku erën gjithmonë në Tiranë si japën shtëpitë. Ndonë se shumë e vjetër, Naimi nuk është larguar nga shtëpia që i ndërtoi gjyshi, ndërsa djali me bashkëshorten e 3 fëmijët janë transferuar në një banesë të re. Në oborrin e saj ruhen ende gjurmët tipike të një shtëpie karakteristike të Tiranës. Mund të themi që një 100 vjeçare. Kemi pas 2 orë, një këtu, kemi prej, edhe ka një edhe kjo. Kemi pas në rrushin nga heq. Alberto Myftiu është një tjetër banor i kësaj lagje të vjetër. Kjo më para qushe rrugica e shtëpisë partisë, sepse këtu moti ja kushta ajo që është muri në fund fare, muri në fund, moti ka qenë shtëpia ku themelu partia komuniste shqiptare. Në lagjen ku banon, shtëpitë e vjetra kanë mbetur shumë pak, ndërsa edhe vetë ai banon prej vitesh në një pallat të ri. Tiranësit e vjetra kanë qenë me kështu, sot janë më kështu, ja. Dhe shikosh se shtëpia e vjetër kuptohet, shtëpia e vjetër. Kjo është për shembull shtëpia e vjetër tipike tiranëse. Domethënë që kanë qenë me qerpik, me kallama, me kryerash. Duan mi majtër. Unë kam shkuar, kam pa dhe jashtë në Itali, ndërtimet janë shekullore, i mirëmbajnë dhe mbajnë shumë mirë. Këto banesa tradicionale janë ndërtuar kryesisht në fund të shekullit të 19 dhe fillim të shekullit të 20. Ato kanë mbetur si dëshmi arkitekturës shqiptare dhe jetës së dikurshme të banorëve të Tiranës.